Marsi është planeti i luftës dhe Plutoni është planeti i vdekjes. Kjo do të thonë që vërtet nëse bëjmë një gabim në këtë moment, do ta kemi shumë të vështirë pastaj për të rekuperuar, sepse do të thotë mbarimi i një cikli shumë të rëndësishëm ose mbarimi i diçkaje. Prandaj dhe vdekja e diçkaje është e pamundur që të ringjallet, si rrjedhoj nëse nuk jemi të vëmendshëm në këtë moment në hapat që hedhim, normale që mund të humbasim shumë. Por nëse jemi të vëmendshëm, do të ndodhë komplet e kundërta, sepse kemi mundësi që të mbarojmë diçka dhe të fillojmë diçka që është shumë herë më tepër produktive, efikase dhe e shëndetshme për ne. Në përgjithësi për individin është pak më e menaxhueshme se çfarë është për shoqërinë. Çfarë do të them me këtë? Ne kur jemi vetëm mund të marrim vendime të sakta, por në kohë që marrim mendim nga shumë persona, mund të gabojmë, sepse do të kemi shumë të vështirë që të filtrojmë të gjithë informacionet që marrim në këtë moment. Prandaj dhe të marrim mendim thjesht nga personat që kemi besim, ose të veprojmë ashtu siç e dim vetë, pra nga eksperjenca jonë në të shkuar.